Mbështetja e Shteteve të Bashkuara për Izraelin që po vazhdon operacionin e tij ushtarak për shkatrimin e Hamasit ka pasur pasoja globale. Parlamenti Evropian miratoi të enjte një rezolutë që kërkon armpushim të përhershëm, me kusht që grupi militant i Hamasit të pushojë së funksionuari dhe pengjet të lirohen. Presidenti Biden, i cili u ka rezistuar thirrjeve për një armpushim, tha dje se konflikti do të ketë një rrugë të gjatë. Megjithse presidenti izraelit e pranoi se operacioni ka goditur ashpër 2 milion banorët e Gazës, ai thotë se vendi i tij nuk ka zgjidhje tjetër veçse të vazhdojë. Nuk po e mohoj tragjedi njerëzore në Gazë, por doni të dini diçka, ne kujdesemi, është e dhimbshme për ne që fshinjët tanë po vuajnë kaq shumë, por si mund të mbrohemi ndryshe nëse armiqtë tanë janë angazhuar në një fushat terrori në një shkallë të pabesueshme, thotë presidenti Herzog. Analistët thonë se mbështetja e Washingtonit për operacionin e Izraelit, si pasojë të cilit kanë humbur jetën mijëra viktima, ka zbehur pozitën globale të Shteteve të Bashkuara. Sot, për shkak të Gazës, Shtetet e Bashkuara janë edhe më të izoluara në OKB, në Asamblenë e Përgjithshme, sesa Rusia 2 vjet më parë, thotë Rita Parsi nga Instituti Quincy për qeverisje të përgjithshme. Kjo ka penguar përpjekjet amerikane në fusha të tjera, si për shembull mbledhjen e aleatëve për të vepruar kundër rebelëve Houthi, të cilët po sulmojnë anije tregtare në detin e Kush. I vetmi vend i madh që ngeli në koalicion ishte Mbretëria e Bashkuar. Vende tjera si Franca, Spanja, Italia u larguan. Kjo tregon se sa është dobësuar fuqia mobilizuese e Amerikës për shkak të mosmarrveshjeve të thella politike midis Shteteve të Bashkuara dhe disa prej aleatëve të ngushtë të saj, thotë zoti Parsi. Kjo ka nxitur ata që janë ankuar prej kohësh për hegemoninë e Shteteve të Bashkuara, si Afrika e Jugut, e cila në fillim të këtij muaji paditi Izraelin për gjenocid në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Ne dënojmë ashpër masakrën dhe gjenocidin e tmerrshëm të popullit palestinez në Gazë dhe Bregun Perëndimor, tha Cyril Ramaphosa, presidenti i Afrikës së Jugut. Gjatë ditëve në vijim, Afrika e Jugut do të jetë në mesin e 120 vendeve që do të takohen në Ugandë me delegacionet e vendeve të paangazhuara, një lëvizje e shteteve që nuk ishin zyrtarisht të lidhura me ndonjë prej bloqeve të fuqive të mëdha gjatë luftës së ftohtë. Analistët thonë se kjo dëmton Shtetet e Bashkuara. Duke treguar se është e gatshme të ndryshojë kursin e vullnetit global kur është e interesuar të mbrojë Izraelin, Shtetet e Bashkuara në fakt delegjitimojnë këto institucione, duke përcjellë mesazhin se këto institucione nuk janë asgjë më shumë se sa një mjet i politikës së fuqive të mëdha, thotë Anjali Dajal nga Universiteti Fordham. Ndërkohë, ndërsa debatet vazhdojnë, Gaza është në ndërroja.